Qeveria gjermane ka miratuar një projekt ligj për njohjen më të shpejtë të diplomave të huaja në disa profesione për vendet e treta është fjala. Por, para se të shpjegoj detajet, më duhet të them menjëherë se qeveria ka miratuar pra një projekt ligj me 1 tetor, e ky projekt ligj, para se të bëhet ligj, duhet të miratohet natyrisht edhe në Bundestag dhe në Bundesrat. Projekt ligji parashikon thjeshtësimin dhe përshpejtimin e njohjes së diplomave për mjek, për dentist, farmaceutist dhe për mami. Pra, parashikon thjeshtësimin e njohjes së diplomave për profesionistët kryesisht në shëndetësi. Qëllimi i qeverisë është që me këtë projekt ligj të mundsoj pra ardhjen më të lehtë dhe më të shpejtë të punëtorëve të kualifikuar që natyrisht i duhen këtij vendi. Gjermania ka nevojë për punëtor gati në të gjitha shërbimet e shëndetësisë, ka nevojë për mjek e specialist, ka nevojë për mjek normal, për dentist e mami. Pra, kështu thuhet në shpjegimin e qeverisë gjermane dhe të Ministrisë së Shëndetësisë që ka përgatitur këtë projekt ligj. Me këtë projekt ligj dhe me procesin rregullator që duhet të pasojë vendimin, Gjermania do të sigurojë njohje më të shpejta përmes digitalizimit dhe heqjen e pengesave bürokratike. Me këtë ligj që duhet të miratohet gjithmonë, po e them edhe në parlament, duhet të futet thjeshtësimi i njohjes së diplomave dhe një lloj testi i njohurive praktike me të cilat kandidatët që duan të vinë në Gjermani mund të tregojnë pra në praktik njohuritë e tyre profesionale, mjekësore, dentare ose farmaceutike për të punuar në këtë vend. Këto teste parashikohen pra për punëtorët nga vendet e treta ku bëjnë pjesë edhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Logina, Malizi, pra gjitha rajonat e banuara me shqiptar. Ligji parashikon një digitalizim dhe veprim më të shpejtë, thot ministrja, si dhe një zvoglim të burokracisë që është më rëndësi si për aplikantët, ashtu edhe për autoritetet përgjegjëse në lande. Do të thjeshtësohet pra edhe ligji i mamive, ku do të përcaktohet nëse duhet të bëhet njohja e dokumentave apo jo. Ministria e ka llogaritur se me këto ndryshime do të kursej deri në 16 milion euro që jepen për procedura burokratike, si dhe do të lehtësoj ardhjen e punëtorëve të kualifikuar, por burokracinë e dini që është një problem serioz në Gjermani, ndaj dhe duhet të thjeshtësohet. Projekti i ri parashikon edhe lehtësime për dhënien e licencave për të ushtruar këto profesione. Në të ardhmen parashikohet edhe mundësia e dhënies së licencës pa kufizime për të ushtruar profesione në shëndetësi dhe në stomatologji. E projekt ligji krijon edhe parakushte ligjore për licenca të pjesshme profesionale, mjekësore, dentare dhe farmaceutike. Por të mos e komplikoj miqtë dashur dhe më shumë kur të miratohet ligji përfundimisht, unë natyrisht që do ta shikoj dhe do t'ju njoftoj me të gjitha detajet që ju interesojnë. Nëse keni ndonjë pyetje, ju mund ta bëni edhe tani, por mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani edhe këtë video, me siguri është me rëndësi për ata eventualisht që duan të punojnë në Gjermani në këto profesione. Më e mira të mirave ishte natyrisht që të gjejnë punë të mirë në vendlindjet e tyre, por nëse janë të interesuar, unë po ju informoj me rregullat dhe me ndryshimet që po ndërmerr qeveria gjermane për përmirësimin e gjendjes në vendin e vet natyrisht, ndërsa secila qeveri duhet të kujdeset për gjendjen në vendin e saj. Faleminderit dhe mirupafshim.